نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, Zotit ja shprehim gjitha falenderimet, prej Allahut kërkojmë falë, tek ai mbështetemi, atij lutemi dhe atij perulemi. Vazhdimisht dëshmojmë se s'ka Zot tjetër pos Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Tij, është robi i Tij, është ai i cili me të vërtetë Allahu e dashti shumë dhe e bëri më zgjidhjen e gjithë njerëzimit. Të nderuar vëllezër, shumë shkurtimisht sot nuk kam ndërmend me diskutu në shpjegim. Sot ku mendu me da një shqetësim me ju, një dert me bo me ju, dhe ai dert menoj që është shqetësimi ose derti secilit prej jush këtu dhe çdo qytetari në Kosovë. Këtë shqetësim të dashur vëllezër, mundemi me participu edhe pozitivisht edhe negativisht. Ky shqetësim ka të bëjë me shtimin e dhunës në vendin tonë. Dhe ajo se çdo ditë e tutje dhuna po bëhet mentalitet i njerëzve të këtij vendi. Edhe ajo se dhuna po shihet si mjet me të cilin mundet njeriu në Kosovë me realizu synimet edhe objektivat. Po du shkurtimisht me trajtu këtë muhabet, edhe thjesht na si xhamatllin këtë kapacitetin tonë këtu më mundu që këtë dukuri negative maksimalisht me luftu dhe me qenë për atyre që participojmë për eliminimin e kësaj dukurie. Na dhe kështu jem populli dalëm prej luftë dhe na realisht na jena të ngopun me dhunë. I kena shiju na dhunën. Na kem nevojë për qetësi edhe ju dhunë. Ajo që sot po ndodh në vendin tonë, prej instancave politike më të larta deri te më ulta, kur një popull ka filluar me besu që dhuna është mjet, kur një popull edhe në sferën familjare përdor dhunë të prume, atëherë kemi të bëjmë një krizë me të vërtet të jashtëzakonshme. Për ata mendoj se feja jonë edhe çdo njeri që i beson Allahut Manushëm, edhe i beson kësaj feje, do të më qenë maksimalisht i kujdesshëm këtë aspekt. Shtrohet pyetja pse? Sepse Allahu i Manushëm kur flet në Kur'an vazhdimisht i qorton njerëzit që të cilëve zemra ju ka ngurtësu e të cilët besojnë dhunë. Për ata thot Allahu i Manushëm në Kur'an: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum." Të mirët ata të cilët besojnë ose kanë zemra të ngurta, kanë zemra të dhunshme. Të mirët ata të cilët kanë zemra të dhunshme, kanë zemra të ngurta. Prandaj në versetin tjetër thot Allahu i Manushëm: "Walakin qasat qulubuhum." Po ata ishin të tillë se zemrat e tyre u ngurtësuan, zemrat e tyre u bën të ngurta. Ishin të tillë, ata prodhuan dhunë se zemrat i kishin të dhunshme. Prandaj nëse veç doni me po pak më shumë terren, pja ofroj 3 fakte, edhe ju e shihni nëpërmjet këtyre 3 fakteve që na si shoqni kem filluar me besu në dhunë. Fakti i parë xhamati nderuam pse kem filluar me besu në dhunë, edhe ai treguesi i parë është shoqënia jon ka filluar me besu që njeriu sa më i vrazhd, sa më i eger, sa më i mralt, është më burr. Sa më i buzëqeshun, sa më transparent, sa më tolerant, është më pak burr. Na burrnin kem filluar me kuptu dyshysh një farë dhune. Edhe ata që janë të rrept e janë dhunshëm që ata janë burra. E këta që janë tolerantë, janë të butë, të morën vesh, këta nuk janë fort burra. Ndërkaq, unë e besoj që ju tonë besoni se s'kam këtë botë ma burë se Hazreti Muhamedi alayhis salam. E njëri prej shokëve ti thot, pej që kum pranu Islamin, e dej që jam vdek, kur njët nuk e kum patë më rolën. Kur njëtën tem nuk e kum taku Hazreti Muhamedin, përveç se më ka buzëqesh fytyrë. Prandaj, nuk do të me lidh burrnin me dhunë, nuk do të me lidh burrnin me egërsi, ashpërsi, edhe mrolje, prishet fytyre se kështu me radhë. Kjo është krizë nëse filloj me po burrnin kësaj. Kjo është ja dytë që po kam dëshirë si tregus, është çën e fjalorin në Kosovë. Çën i debatet, çën i shamet. Fjalorin që përdoret në Kosovë, në çfarë do kontesti, është fjalori dhunshëm.
qoftë në kontestin politik, qoftë familjar, qoftë në xhami, qoftë gjithkund, gjuha që përdoret është me shumit gjuhë dhunshme, gjuhë e egër, dhunë. Kjo gjuhë prodhon dhunë. Në muhabetet tona, në kritika, në këshilla, totalisht në dhunë. Domethënë, imagjinoni, unë pëlqej shumë në rastin të dëgjova në këtë varë. Njëri t'ja këshin vjedh hajnat kerrin. E kur shku me lajmërum polici, më thonë policive ma kanë vjedh hajnat, ata dyqysh në u tut mos paragojnë ma ka dal. E shku atje tha burra, ma kanë vjedh polici, ma kanë vjedh kerrin terrorista. Dhe me terrorizu shumë nashta reagojnë ma shpejt. Luan ideja këtu në Kosovë është me fol fjalë shumë ofenduese për me ngjall debate për me bot tjetër më të vëmendshëm. Mendoj se është njëri prej rrezikeve të tjera që vërdet po i kanoset vendit tonë. Duhet me ik prej fjalorit dhunshëm, duhet me ik prej fjalëve të dhunshme, të cilat po përdoren anë kanë vendit tonë, sidomos njerëz përgjithës. Edhe e treta vllazën të dashur është na kena dhunë edhe me objekte. Këshën një njëri që shi gra kjerët me të qyteti, dhënë shumë i gra. Këshën një njëri të na që shi mshel dherën e kjerët këtë botë nervoz. Dhunë me dherët kjerët ka. Dhunë ka me dherët shpis. Dhunë ka me telefon. Dhunë ka me shpejtësit e kjerët kur të nërën. Dhe më thonë, na dhunë kena dhe me objekte, edhe me gjësende jem të apliku dhunën. E ta që problemi ku është? Problemi që në arë një stad kur njerëzit e rëndëmt kanë fillu me besu që dhuna është mjet me ardh drejt e drejta. Unë e këtu xhamatin ndërum, po duhet një kujdes me thonë. Nuk do të shumë me qërtu qëta njerëz, do të me qërtu edhe ata që janë pozita, e të cilët e kanë pru punën që veç me dhunë njerëz me mridejte. Për ata, këtu është gjunaj i dy fesht, gjunaj është i dy anshëm. Pse, shtrujt pyetja? Sepse ata që janë për pozita sot, e kanë pru punën deri në atë nivel, kur e kanë shti me besu qytetarin e Kosovës, që veç me dhunë këta ta japin drejten. Nëse të regosh i but, i kulturun, i njek ligjet, kur s'mën mërin të drejta. Por që ata edhe opozita se cila i ka gjunat e veta. Por mos harëm në qka, mentalitetin këta njerëz që sot janë për pozita, e kanë kriju mentalitetin që me të vërtet me bo me shku me legje, mare, mire, me kultur, kur s'mën mërin të drejta. Qa me bo, do të me gra dhunës për mërin të vërteta. Për ata, është gjuna i dy fisht, edhe është gjuna i dy palve. Prandaj mendoj se na ka hije gjithë neve, të fillu prej familjeve tona, prej shoqënisë tonë, mos me u përgjigj dhunës, as mos me prodhu dhunë, po dhe mos me ndra në ndikim të fjalorit dhunshëm, pamjeve dhunshme edhe trajtimit edhe të objekteve në formë të dhunshme, sepse na jena musliman e Zoti na ka porosit. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, thuj robët mi, le ta thojnë atë që dojnë me thonë formën më të mirë. Le ta thojnë më të mirën, le ta bëjnë më të mirën, mos të jenë të dhunshëm, mos kanë fjalë dhune, mos kanë qëndrime dhunshme, mos kanë edhe pamje dhunshme. Zoti na fal, inshallah Allahu na bën për njerëz që jemi të butë, jemi të qetë dhe nuk besojnë në dhunë. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.